rastin konkret kemi të bëjmë ndoshta me pjesën më të madhe të faktit që kemi bllokim të rrugës. Çmimet, ashtu siç në çdo vend tjetër të botës, edhe në Shqipëri, kanë rritje çdo vit. Ku më shumë, ku më pak, një rritje të paktën në juglindje, rritjet e çmimeve kanë qenë gjithmonë të logjikshme dhe të lidhura në mënyrë të drejtë si me kursin e këmbimit ashtu dhe me rritjen e çmimeve në tërësi të produkteve të konsumit dhe të inflacionit. Pra, ne themi që kemi pasur një rritje nga 5 deri në 10% çdo vit për sa i përket juglindjes, ndoshta edhe më pak në disa aspekte të caktuara, por në rastin konkret që hotelet apo në sita akomodimit në juglindje të Shqipërisë janë bosh, i dedikohet në proporcion të plot ekskluzivisht bllokimit të rrugës në Librashti. Sa i rëndësishëm është turizmi vendas për zonat si Korça, apo Gradecia, apo Kolonja, dhe apo goditet ai më shumë se turizmi huaj? Po të shohim statistikat, të paktën të 5 viteve të fundit, por dhe më gjatë, nëse duam, të statistikat zyrtare nga Instati, do të shohim që juglindja mbahet me pothuajse mbi 70% me turistë huaj. Ndjes me turistë vendas. Turistët e huaj janë ata që e prekin juglindjen vetëm me një natë qëndrimi, maksimum 2 natë qëndrimi, kur kanë ture me më shumë se sa 7 net në Shqipëri. Pra, vjen ai turisti për një periudhë të paktën një javore në Shqipëri dhe mes ditëve të qëndrimit në Shqipëri viziton dhe juglindjen. Por turizmi vendas është ai që e ka mbajtur juglindjen gjithmonë aktive. Sidomos Korçën, që me ndërtimin apo me rikonstruksionin e komplet të qytetit dhe kryesisht të pazarit të Korçës, me investimet në njësi akomoduese në Korçë dhe në Pogradec, me risistemimin e të gjithë shëtitores të Pogradecit për periudhën ekstra sezon veror, këto zona mbahen ekskluzivisht me turizëm vendas. Dhe normalisht që është një goditje e madhe, sepse ai turisti huaj që viziton këto zona do ta gjejë një rrugë alternative për të vajtur nëse do të shkojë, por pjesa më e madhe ka ndryshuar itinerarët me bllokimin e rrugës, kurse turisti vendas është ai që shkon dhe qëndron të paktën 2 net